Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë të ritakohemi ditën e sotme, sërish me mua Tyrona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku dhe për të analizuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin në ferma VIP. Me dy hyrjet e reja, me hyrjen e Kostanës, gjithashtu edhe me hyrjen e Zhakut, gjërat filluan që të ndryshojnë në ferm, dinamikat u rritën, situatat dolën në pa, shumë komente në fakt rreth hyrjeve të dy protagonisteve, shumë pikpyetje rreth qëllimeve të tyre, kemi vërejtur ndryshime në fakt nga fjalët që ato kanë thënë. Për shembull, Zhaku hyri me pretendimin që do ta ndihmonte Mimozën dhe do të ishte një mike e mirë e Mimozës, por çuditërisht nuk ndodhi ashtu, do me thënë nga bisedat që kemi parë, nga strategjia e lojës që kemi parë, siç duket Zhaku ka një lloj marrëveshje të fshehur në këtë rast për ta suportuar Ilirin dhe për ta suportuar Sarën, ndoshta për ta bërë lojën e Mimozës pak më të vështirë, ndërsa Kostana që në momentet e parë që pretendoi që do të hynte për Mimozën, edhe pse për mendimin tim Kostana ka qenë pak më e qartë, do me thënë Kostana e tha që unë jam një fanse e Mozës, por do të hyj për të luajtur lojën time, për ta shijuar lojën time. Ndryshe nga Zhaku, do me thënë Zhaku hyri me pikë dhe me presje për Mimozën, për t'i qëndruar në krah Mimozës, për të qenë një mike e Mimozës, por siç duket gjatë rrugës gjërat po ndryshojnë, apo Zhaku po përdorë një strategji për të krijuar dinamika dhe polemika brenda në fermë. Do me thënë, dy vajza që kanë trazuar krejtësisht ujërat. Sonte do të jetë një natë shumë e gjatë, jemi para një prajmit shumë pritur, të komentuar, një prajm që në fakt do të sjellën gjithçka rreth fermës. Fillimisht, do me thënë Arbana Osmani, këtë natë sonte, do ta nisë me dy hyrjet e reja. Zhaku dhe Kostana kanë sjellur dinamikat të cilat ne në fakt i folëm, në skenari do të nisën pikërisht me këto të dyja. Kostana, çuditërisht, është pozicionuar tek Indrin, e shikoj gjatë gjithë kohës që do me thënë ka një marrëdhënie shumë të afërt, ka një gjuhë shumë të përbashkët, ndoshta i lidhen dhe ky fakti që Kostana dhe Indrin kanë një jetë të ngjashme, do me thënë kanë nga një fëmijë jashtë, dhe mendoj që kanë një lloj kimie për të bashkë biseduar, një gjë që në fakt e shoh Indrin që e bën të lumtur, por sa e bën të lumtur Vanesën ky fakt, që Kostana do me thënë afrohet tek Indrin, që po qëndron me Indrin, që në fakt më së shumti kërkesa për të qëndruar me Kostanën është e Indrit, nuk është e Kostanës për Indrin. Do me thënë i kam parë ca detaje që realisht kanë qenë interesante dhe që më tërhoqën vëmendjen. Më pas do me thënë e kemi dhe Zhakun, e cila bën këtë lojën interesante, ka këto lloj lëvizje të çuditshme që ose ka një strategji, siç e thash që parë, do me thënë të koduar, që jashtë dhe është duke e përdorur brenda dhe publiku është pak lëmsh, nuk arrihet dot ta kupton, ose Zhaku është natyrë e tillë që do me thënë ka hyrë për të bërë të gjithë shtëpinë në romuj dhe më pas do të del. Fanse e Mozës apo stratege për të pozicionuar në lojë, do me thënë këto janë dy vajza të cilat kanë hyrë në shtëpi. Tani, derisa produksioni, do me thënë në skenare shkruan fanse të Mozës apo stratege për të fokusuar në lojë, mendoj që kjo është një zinxhir i përgatitur nga jashtë, të paktën unë kështu e shoh, sepse do me thënë ishte qëllimi që të ringrehet shikueshmëria pas daljes së Olës, pas daljes së Adionit, dy banorë shumë të rëndësishëm për këtë fermë, do me thënë dy personazhe që u krijuan pole interesante brenda në shtëpi, por ashtu siç edhe e tham, do me thënë strategjia e Ilirit i nxori të gjithë jashtë dhe vazhdon ta bën këtë gjë avash avash, fermerët nuk e kuptojnë. Unë mendoj që nuk janë fanse të Mimozës këto dy hyrje të reja, te Kostana pretendoj që mund të jetë fanse, por te Zhaku jo. Mendoj që e gjitha kjo është një strategji vetëm e vetëm për të krijuar dinamika dhe vetëm e vetëm për ta mbajtur në këmbë
qëndrimin e shikueshmërisë. Domethënë, do të merremi sonte pothuajse deri në gjysmë të emisionit pikërisht me këtë tematikën. Më pas, si po përballen fermerët me sulmet e tyre dhe kush do të shpëtojë nga televotimi. Patjetër që do të kemi edhe një linjë jete të rrëfyer, do të kemi një surprizë në fakt për njërin nga fermerët, avash avash tani do dëgjojmë tek të gjithë fermerët linjat e jetës, historitë e tyre. Çuditërisht, domethënë, kam pritur që rrëfimet e tyre të jenë pak më të detajuara, të jenë rrëfime pak më të ndjeshme, më të dhimbshme, por siç duket ferma nuk është e fokusuar në linjën e jetës, sa është e fokusuar domethënë në një përbërje të gjithçkaje që kanë kaluar dhe kjo në fakt më pëlqen. Më pëlqen sepse fermerët nuk nxjerrin shumë sekrete nga jeta që ndoshta jashta fermës do të krijoheshin lajme gjigande dhe kjo sinqerisht është për ta duartrokitur produksionin sepse tregon një linjë të thjeshtë të vogël aq sa publikut duhet t'i tregohet. Domethënë sonte kemi shumë dinamika. Do të shohim qëndrimet e Sarës. Sara ka patur vazhdueshëm debate me Zhakun, domethënë që në momentin e parë nuk e ka pritur mirë Zhaku Sarën apo Sara Zhakun, domethënë kanë qenë jep e merr gjatë gjithë kohës, por nga ana tjetër, kemi dhe Mimozën e cila vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, së cilës unë mendoj dhe besoj që domethënë po i ngushtohet pak rrethi, po i vështirësohet qëndrimi në fermë dhe gjitha kjo po bëhet, besoj, vetëm nga fakti për t'i fituar ato 200.000 euro në mënyrën jo më të lehtë, edhe pse Arbana në fakt që në fillim e ka thënë që këto 200.000 euro këtë vit nuk fitohen lehtë. Nuk besoj që ka njeri aty brenda që e do Mimozën, mund të jetë një fanse nga jashtë, edhe mund të jetë një fanse e koduar, që nuk kupton fanse e koduar, në kuptimin që domethënë mund të jetë një fanse në ndikim të shqiptarëve sepse e duan Mimozën shumë dhe dëshiron që të përfiton nga ky fakt, por nuk ma merr mendja që janë njerëz cilët duan që Mimoza ta fiton këtë fermë. Unë mendoj që ne shqiptarët akoma nuk kemi arritur në atë mundësi që të duartrokasim dikë që merr 200.000 euro. Kur është faktike 200.000 euro, gjithmonë mundohemi që të dalim përpara, mundohemi që ta gërrim atë dhe mundohemi që ta largojmë nga rruga e 200.000 euroshit. Dhe unë këtë gjë në fakt po shoh te Mimoza. Por kulminacioni i saj është që me këmbëngulje të fortë, Mimoza e qartëson këtë bisedën dhe i merr ato që ajo në fakt pretendon që duhet i merr. Fillimisht dashurinë e publikut, sepse Mimoza nuk është se është duke e përmendur çmimin apo nuk është se është duke luftuar për ta marrë atë çmim. Unë mendoj që Mimoza me sinqeritet, me vërtetësi dhe me shumë dashuri të pastërt është duke i fituar këto etapa që në fakt janë etapa shumë të rëndësishme. Domethënë sonte do të jemi të fokusuar tek Zhaku, tek Kostana, dy hyrje të reja, marrëdhënia me Mimozën, dinamika që ka ndodhur dhe luftrat e banorëve se çfarë kanë thënë në dhomën e Agajit.